Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Flasim tani për tregun e punës. Sa e rëndësishme është për një të ri që të hyjë në tregun e punës duke patur informacionin se çfarë të drejtash duhet të gëzojë, ndërsa zotron një profesion që do e ushtrojë. Por gjithashtu sa i rëndësishëm është edhe adaptimi i të rinjve me një treg të konsoliduar që tenton të konsolidohet pa cënuar të drejtat atyre që janë ndërkohë brenda këtij sistemi. Do ta bëjmë këtë bisedë me zonjën Elida Motor, e cila është sipërmarrëse. Mirëmëngjes, Elida, mirë se na erdhe sot në program. Kënaqësi që jam këtu. Kënaqësi edhe për ne në fakt që një zonjë nderuar si ju do të na shpjegojë sa e rëndësishme është të kemi profesione të rregulluara, edhe nga pikpamja ligjore, por edhe nga pikpamja e informimit të atyre që duan të hyjnë në këtë treg, se pa punë dhe pa kapital nuk ka shoqëri të zhvilluar apo jo. Duke nisur nga pyetja që bëm para se të fillojmë, në fakt tani vetëm ka filluar auditi, nuk është se ka kaluar në një ligj, tani është bërë një plan kombëtar. Korrik ka filluar të bëhet çfarë do të thotë ky plan dhe pse po bëhet. Dhe unë besoj që është dorë e Europës lavdizotit me këto gjithë çfarë po bëhen, që ne po hym në Europë pak nga pak. Shumë e thjeshtë. Ne kemi profesione sot në të cilat porta hyrëse për të hyrë, për të quajtur profesionist i lirë, mund të jetë shumë e mbyllur ose mund të jetë shumë e hapur. Kush e vuan këtë? Qytetari. Patjetër. Nga ana tjetër, nuk është se e vuan vetëm qytetari, po e vuan dhe punë kërkuesi i ri. Ai që del, ai që ka bërë një shkollë dhe do të bëhet një profesionist në profesionet e rregulluara, flasim për avokatët, flasim për mjekët, infermierët. Nuk e di, mira profesione të rregulluara të lira, të cilat mund të ushtrojë gjithkusht në mënyrë të lirë. Ato që janë bërë në auditin e parë janë 320, 337 diçka e tillë, por që tani po bëhet auditi dhe po shikohen, a jemi duke vlerësuar më shumë rrugën drejt Europës, që është, të themi, në përgjithësi kujdesi ndaj konsumatorit, apo jemi duke parë procedurat si do duhet që dikush të futet dhe të ushtrojë zanatin e vet. Sa e rëndësishme është meritokracia në zbatimin e këtij rregulli që ti the, duke marrë parasysh përvojën europiane. Pra sa e rëndësishme është që dikush që hyj ta di që gëzon këto të drejta si profesionist i një fushë të caktuar dhe çfarë e pret kur hyn në këtë fushë. Shiko, ne jemi në fakt, nëse do flasim me shifrat publikuara nga qeveria, është shumë e thjeshtë. Në Europë 1 në 5 persona punon në profesion të rregulluar. Profesioni i rregulluar do të thotë që ka standardet e duar, procedurat e duar që unë zgjedh ta ushtroj. Ne kemi 1 në 12. Ka një protokoll të caktuar pra që ai duhet të zbatojë mbi bazën e standardit. Mund të përmendim disa profesione të rregulluara që publiku ta kuptojë për çfarë bëjnë. Shiko, e thjeshtë fare, nëse dikush do të bëhet sot avokat apo do të bëhet infermier, noter, duhet të kesh një diplomë. Po. Duhet të kesh disa kritere të caktuara që ata i kanë caktuar, që janë specifike për profesionin, por nëse ta përgjithësojë, urdhri i infermierit, ose urdhri i stomatologut, urdhri i mjekut, nuk e di në rastin e arsimtarëve njëjta gjë. Mirë, llogaritarët, kontabilistët, domethënë janë komplet këto grupe. Tani çfarë ndodh me këto grupe? Duke qenë të organizuar, shteti u jep lejen që ata të përcaktojnë kriteret përcaktuese se si dikush mund të marrë këtë licencën për të punuar. Shpesh herë këto procedura, dhe ky po bëhet logjika, këtu do të jetë diskutimi. Diskutimi do të jetë i kemi dhënë më shumë fuqi procedurës, burokracisë, apo i kemi dhënë asaj që u that meritokracisë. Meritokracia për mua përkthehet kush është i aftë të sjellë inovacione sot, të sjellë gjëra të cilat janë më të mirë të konsumatorit. Të shërbimit publik. Absolutisht. Po kush e vërteton meritokracinë? Këto kritere që vendosin organizatat të licencuara nga shteti? Tregu. Apo tregu i punës? Unë besoj që tregu. Po nuk e di sa mund të çajë për shkak sot një ri i cili mund të jetë shumë i zoti? Kjo është tema e diskutimit. Dilema e një punëmarrësi, punëdhënësi, siç mund të jetë rasti juaj apo dikujt tjetër, ka gjithmonë atë ndryshimin se thotë është i ri, ende pa përvojë. Por në fakt ai mund të jetë inovativ. Jo profesionistët, po flasim në këtë rast flasim profesionet e rregulluara. Që do të thotë, nëse dikush do të bëhet kontabilist, marr kot rastin e kontabilistit. Dhe aty të kërkohet të kesh mbaruar shkollën, të kesh kaq vite eksperiencë, të jesh antar i një organizate, të jesh tani sa mundsi ka një i ri sapo dal që ti ketë këto. Kur atij personit kur do vetë punojë diku i kërkohet të ketë përvojë. Tani ti thua një të riu të kesh 4 vite eksperiencë pune. Ai sa ka dalë nga bankat auditorëve? E para, e dyta ti kërkohet të jesh antar i një shoqate në cilën të kesh paguar kuotën sado e vogël vjetore. Pra, janë disa procedura të cilat ky projekt ligj po diskuton ti shikoj dhe të thotë sa mund t'i afrohemi Bashkimit Evropian në praktikat e Bashkimit Evropian. Meritokracia për mua ka të bëjë me, nëse ta thjeshtoja, do thoshja për shembull, nëse ne kemi nevojë le të themi për 500 kontabilistë, okay? Dhe grupi, dhoma, organizata që ka këtë gjë, flaskot në përgjithësi, nuk po e referohem atyre, ata janë që kanë proceduar vetëm 100. Çfarë ndodh? Ne si konsumator paguajmë shtrenjtë, sepse janë 100 veta që bëjnë punën e 500-ve dhe ne presim në radhë
cilësia do t'jetë që vonohet, do marrësh gjoba se si merr shërbimin në kohë, sepse ata do të kenë shumë ngarkesë, pra porta hyrëse për të hyrë të rinj, të cilët i kalojnë, do me thënë, e kanë kompetencën profesionale, dhe këtu do të dallojmë midis tregu, meritokracia në fakt është kur kompetenca, vlera që një profesionist sjell në treg, është që përputhet me atë që kërkon tregu. Ndërkohë ne kemi në mes disa procedura, disa standarde, disa pragje hyrjeje, të cilët e bëjnë shumë të vështirë hyrje në tregun e punës. E kuptoj. Do krijohet këtu një kontradikt mes nevojës për të marrë një gjenerat të re, inovative dhe një gjenerat që ka një përvojë të jashtëzakonshme se është ndërkohë në punë, nuk po e fus në lojë koeficientin e meritokracisë, sepse sigurisht një njeri të paaft nuk e mban njëri në sipërmarrjen private. Shiko, unë besoj fort tek kërkesa dhe oferta. Okej. Edhe në rastin kur unë dash si rast për analogji, nëse kemi 100 dhe janë 500 të tjerë, patjetër shoqata ta kuptojë që duhet ulë ca gjëra, sepse ka më shumë punë. Patjetër duke pas më shumë, ka më shumë antarë që paguajnë më shumë dhe kuotat brenda që i ndjekin në trajnimet e brendshme, që janë detyrueshme, që janë pagueshme. Pra është një kërkesë ofertë e cila e rregullon tregun. Ajo që po bëhet tani dhe që unë mendoj është shumë mirë, sepse ne jemi në fakt në ca kuota që janë shumë ulët. Kroacia në të njëjtën kohë, siç kemi qenë ne, para se të hynte, ajo ka pasur 31%. Ne sot kemi vetëm 0,8% të njerëzve në profesionet rregulluara. Që do thotë është një numër shumë i ulët. Vetëm 1 në 12 veta është në një profesion të rregulluar. Pra ne po flasim tani, por e bukura fare është që këto profesionet rregulluara japin një pjesë të madhe të produktit bruto. Patjetër. Domethënë është realisht një gjë shumë e rëndësishme që ne kemi. Nuk diskutohet të dëmtohen, nuk diskutohen të hiqen. Ky është një auditim, ligjit paktën, ose ai që bëhet plani kombëtar që është bërë, të bëhet një auditim, cilat janë, çfarë nevojash kanë, dhe ku shkojnë drejt Europës, kur qëllimi final është të themi interesi i konsumatorit. Interesi është i dyanshëm, qoftë i sipërmarrjeve, të cilat duhet të marrin punonjës, dhe të rifreskojnë tregun dhe aftësitë e tyre fituese dhe përfituese, por gjithashtu interesi është edhe i krahut tjetër. Sa rëndësishme është informimi i njerëzve që do të hyjnë në këtë treg. Çfarë duhet të dinë ata? Informimi, unë besoj që realisht është ata që janë, themun kush do, di dhe bëhet lider. Një është një nga parimet që unë mësoj, që do të thotë, është shumë e thjeshtë, kush do, sot jemi në botën e informacionit. Botën e lirë të informacionit. Unë nuk mendoj që sot mungon informacioni, apo mund t'jetë e keqja që nëse ndjek burime të ndryshme të portaleve. Vërtetësia e informacionit është tjetër. Absolut. Përballja sot me tsunamin e lajmit të rrem është e vërtetë të gjithë botën jo në Shqipëri. Unë them aftësia sot është të dallosh fake nga e vërteta. Dhe nëse të shkon në burimin, çfarë shkruhet, informacioni është jashtëzakonshëm. Për kë mungon informacioni që do të futet në tregun e punës? Atëherë do të thotë që do të ndërtojmë një piramidë ku ne ta dimë në Shqipëri për shkak kush do të hyjë në tregun e punës, ku të adresohen për kontabilist, për infermier, për stomatolog, pra një lloj sistemimi brenda organizatave që i takojnë këtyre profesioneve? Ajo që qëllimi, mendoj unë, qëllimi është të shikojmë procedurat e drejtanishme, të cilat e bëjnë të vështirë hyrjen, dhe të shikojmë cilat nga këto procedura janë burokraci dhe cilat kanë bëjnë me kompetencat. Le të flasim për urdhrin e mjekut. Ku e kërkon sot për shembull? Urdhri i mjekut për shembull duhet me se zbën që të jetë i konsoliduar, që patjetër duhet të kesh bërë ato që kërkohen, se nuk mund vemi ne të marrim një shërbim që realisht rrezikon jetën. Mund thuash për një kirurg që do t'i japësh një licencë dhe t'i japësh s'ka problem. Ose psikologët. Urdhri i psikologët gjithashtu. Absolut. Domethënë ata që kanë të bëjnë kryesisht me shëndetin, por vemi tek arsimi. Është shumë i rëndësishëm dhe ajo që unë mendoj që është e rëndësishme është që ky duhet të jetë një tsunami që realisht shteti duhet të kuptojë çfarë është duke dhënë, kujt po i jep mundësinë që të kalojë në tregun e punës, që të licencohet nëpërmjet diplomave dhe të hyjë në tregun e punës. Domethënë jo vetëm diploma, ajo që unë besoj është që duhet parë konkretisht për mendimin tim duhet në tërsinë e gjërave duhet të krijohet mundësia atyre që janë të aftë, të cilët kanë kompetencën. E thënë më thjeshtë që sillin vlerë në tregun e punës. Pra, nëse do të jetë një mjek apo nëse do të jetë një kontabilist i cili do të ushtrojë profesionin, por ajo risi që ai sjell në treg është e jashtëzakonshme. E ke parasysh që dhe urdhrat do të rrëmbejnë ku je, kështu që është e dyanshme. Prandaj thash pra që interesi është i dyanshëm, qoftë i punëmarrësit, qoftë edhe i punëdhënësit, apo i organizatave që kanë të japin një informacion të detajuar dhe të kualifikuar kur vjen puna që kompanitë mëdha për shembull do të vinë momenti të kërkojnë psikolog, të kërkojnë njerëz që kanë profesione të rregulluara që vinë dhe më të besueshëm kur vinë nga struktura të tilla organizative të shoqërisë, siç është rasti i sipërmarrjeve gjithashtu. Rritja e vlerës, do të jetë kuptimi është, domethënë lufta bëhet midis procedurave,
kritereve, burokracisë dhe vlerës reale që shtohet në tregun e punës. Në qoftë se ne këto të dyja i bëjmë që të përputhen, tregu do të jetë një sukses. Tregu patjetër. Nga ana tjetër kjo është për të thënë që do të jetë një proces në lëvizje sipër. Unë nuk mendoj se ka vend për alarm. Se po shikoj janë çik bërdaç apo thuaj, shiko, nuk ka nevojë për alarm dhe panik. Është njësoj si thua që kodi rrugor janë duke rregulluar vazhdimisht. Kjo nuk më heq patentën mua që kam me për 20 vite të ardhshme, kështu që logjika është që ne do të kuptojmë që patjetër duhet përshtatet kodi rrugor me çfarë po bëjnë gjërat e reja në botë, sepse mësojmë nga gjërat e reja. Patjetër. Përvoja sjell gjërat e reja. Nëse kjo do kërkoj që mua do mulet një pikë për këtë për atë, do edukohem. Ku do ta edukoj këtë veten? Duke gjetur ku është burimi i informacionit që vjen pikërisht nga qendra e licencuar për këtë gjë. Është qartë. Kështu që standardizimi i kërkesës për të marrë njerëz në punë dhe standardizimi i ofertës që japin njerëzit që do të hyjnë në këtë tregun e punës, besoj bën mirë gjithë shoqërisë. Besoj që po kjo do të bëhet gjithmonë më inteligjente, gjithmonë më e mençur, që do të thotë me brezin e ri që po futet në tregun e punës, se po flasim brez i ri ngelen, ata janë më brez i ri, po flasim për Gen Z dhe Alfën që po vjen. Duhet të kemi parasysh që gjëja që ata urrejnë më shumë dhe gjëja që i bën off, që i bën të dalin nga vetja, zgjatja burokracia, mungesa e transparencës, të thënit një fjalë dhe të bërit një fjalë tjetër, ata nuk besojnë që okay, unë mund të vuajnë çik tani, s'ka problem, do duroj një çik edhe këtë shoqatën që po më vë kod vështirë, futem ata e lën fare. Ky është ndryshimi thelbësor. Sepse ata janë mësuar të marrin një produkt nga ekranet e tyre të telefonave me cilët janë rritur apo të tabletave gati. Nuk e kanë kaluar këtë rrugën e sakrificës së brezave të tjerë. Shiko, unë besoj që ata e kanë më të qartë në brezat e tjerë se çfarë duhet quajtur sakrificë. Ata thonë sakrificë mund të jetë që unë mund të punojnë dhe ke për tyre që punojnë 24 orë. Nëse është diçka ose luajnë lodra elektronike 24 orë. Prap sakrificë është se bën ca luftra andaj me ca imagjinar. Ideja është që nuk është se ata i trëmen sakrificës, ama ata nuk e konceptojnë dot që sakrifica është me procedurat, është me burokracinë. Kur ata nuk përfitojnë gjë, po nëse ata i vëdhet punojnë me ca mentor shumë të mirë, unë kam parë që kanë një vullnet i jashtëzakonshëm, janë të kapshëm shumë më tepër nga çdo brez tjetër. Fast learners, mësojnë në mënyrë të shpejtë dhe të menjëhershme dhe kjo është falë teknologjisë që ata kanë përfituar. Absolut. Dhe fjala që thatë dhe është shumë e mirë që thatë. Në learning, ajo që po ndodh në gjithë botën, nuk ka të bëjnë më procedurat, sesa kanë të bëjnë upskill, reskill dhe lifelong learning, që do thotë ri-aftësimi ynë i vazhdueshëm. Se cili nga ne në biznese e kemi, është e detyrueshme të ribësh veten, sepse ndryshon ambienti i ekosistemit. Po këta profesionistë mos ta ndjejnë këtë gjë dhe të kesh nga ata për shembull që thjesht pse janë futur tek urdhri dhe kanë marrë një urdhër, mund të vazhdojnë me metodologjinë e vet, ndërkohë që konsumatori kërkon gjë tjetër. Nga ana tjetër është të mësuar gjatë gjithë jetës. Pra janë 3 shtylla sot që po ndryshon tregun e punës në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe e them këtë edhe për kompanitë. Nuk është e thënë që ne të kemi punonjës të cilët ti mendon që nuk i duhen më këtij tregu. Nuk ka mundësi. Nëse ne i vëmë në një të mësuar të vazhdueshëm, nëse mjediset e punës dhe rreth e rrotull, sidomos tyre të shoqatave, bëhen të tilla që ofrojnë trajnime të cilat janë të lidhura realisht me vlerë, unë besoj që kjo e mban edhe këtë sistemin një po flasim, do ta bëj të vej gjithmonë më lart. Patjetër. Nuk është se shikoj, kjo është luftë e vazhdueshme, ishte paracakosh në televizionet gjermane, ishte shumë e dukshme që një bukpjekës i jashtëzakonshëm francez kishte vajtur dhe donte të bënte të hapte bakery, si kishte shumë të njohura në gjithë botën. Në Gjermani ishte ndashur 18 muaj për shkak të burokracisë. Domethënë kjo do të jetë luftë e vazhdueshme, se siç thash, sfida mes inteligjencës artificiale. Jemi vazhdimisht në një proces të mësuar. Prandaj bota i kushton e qytetëruar ku duam të shkojmë, kushton shumë rëndësi kualifikimit të burimeve njerëzore, të cilat learning by doing, duke mësuar, duke punuar apo duke bërë procese të caktuara dhe burimet njerëzore janë aseti më i madh i kombeve që premtojnë të zhvillohen dhe të ecin përpara. Jam me ty. Kështu që Elida, faleminderit shumë që ndave kohën tënde sot me ne. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm.
kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Notro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.